Edi Rama duhet t'jap me njërë dorëheqjen. Ai po konsumon çdo orë, çdo ditë që qëndron në detyrë grushtin e shtetit brenda shtetit. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amandamentin Rama-Lubia, Rama-Balluku, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor të sankcionuar në frymen dhe germen e kushtetutës, sipas të cilit për funksionet kushtetuese të organeve, atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta nuk mund të bëj ligji. Atë për funksionet e organeve kushtetuese, atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta nuk mund të bëj ligji. Kushtetuta nuk ka dashur të mbroj kryeministrin, ministrat dhe kontroll në lartë të shtetit nga pezullimi. S'mund ta bëj ligji. Edhe njerë, kemi të bëjmë me organe kushtetuese. Kryeministri është organ kushtetues. Kontrolli i lartë i shtetit është organ kushtetues. Ministrit janë organe kushtetuese. Nuk mund të japish kurrë mbrojtje tjetër përveç asaj që i ka dhënë kushtetuta. Jo. Sepse është tejkalim flagrant i kushtetues. Kjo nuk buron vetëm nga fryma dhe germe e kushtetutës, prak dhe kushtetutshmëria e rendit, por buron dhe nga vendime direkte të gjykatës kushtetuese, të cilat për çdo vend janë të barabarta me normën e kushtetutës. Me normën e kushtetutës. Kur në vitin 2002 Parlamenti në një akt marrëzie si ky që duan bëjnë tani, miratoi ligje dhe amandamente për të mbrojtur kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Doni t'ja u them edhe prisin ta gjaj edhe numrin e falni. Po. Vendimi numër 12, vendimi numër 212 i vitit 2002 i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese hodhi në koshk të plehrave
amandamentet ligjin e ndryshuar të paraqitur për një mburojë më të madhe të kryetarit kontrollit lartë të shtetit që Edi Rama sot do t'ja japi. E kuptoni? Jo, tha gjykata, thjesht ligji për organin kushtetues nuk mund të jap ato që nuk ka dhënë kushtetuta. Kaq. Nuk mundet. Kushtetuta ka përcaktuar këtë nivel mbrojtje. Ka përcaktuar nivel mbrojtje. Autorizimin nga parlamenti për kufizimin e lëvizjeve të cilën e rrëzoi gjykata kushtetuese dhe e përgëzoi. E rrëzoi në rastin e Sali Berish dhe unë e përgëzoj atë. Pavarësisht se është një vendim absolutisht në shkelje të kushtetuts, pa ta s'kan ligj as kushtetut. Pra, nuk lejon pa autorizimin e parlamentit kufizim në lëvizjes, nuk lejon arrestimin. Këto kushtetuta mbron institucionin dhe funksionet e tij. Kushtetuta në asnjë germ, në asnjë nerv nuk pranon të mbrojë me mos pezullim. Jo. Jo, as kryeministrin. Pra, Edi Rama kërkon të shkelmoj jo vetëm frymën dhe germën e kushtetuts, por dhe vendim në gjykatës kushtetuese. Rasti konkret, Komisioni Kryetari i Kontrollit Lartë të Shtetit, por si institucion kushtetues ka ngjashmërinë e vet me institucionet tjera, mirë po ai dhe ata këshilltar të mos e prish gojën për t'u thënë atë që meritojnë, shkelmojnë normën kushtetuese që është vendimi i gjykatës kushtetuese 212 i vitit 2002, pikrisht për kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, të cilit donin t'i jepnin mburojë. Jo, tha kushtetuta, jo, tha gjykata. Asnjë mbrojtje tjetër përveç asaj që parashikon kushtetuta. Nuk mund të ndryshohet kushtetuta me ligje. Jo. Shikoni pra ku shkon Edi Rama. Jemi në kushtet e mirëfillta të një puçi antikushtetues. Tjetër, në qoftë se kushtetuta për disa funksione parashikon barazi në mbrojtje, nuk mund të parashikoj kurrë, nuk mund të barazoj kurrë të zgjedhurin direkt nga sovrani me temëruarin nga parlamenti apo Këshilli i Ministrave. Në asnjë rrethan. Ai që është zgjedhur nga sovrani, ai nuk pezullohet dot. Ai ndiqet penalisht. Ai hiqet imuniteti, arrestohet dhe burgoset, por jo pezullim. Përpjekja për të barazuar personat e emërtesës
me të zgjedhurit është një shkelmim tjetër flagrant i kushtetutës. Është një tejkalim flagrant i kushtetutës. Po, barazohen, sepse dhe fakti, imuniteti nuk ka të bëjë me pezullimin. Po, ministrat kanë imunitet, dhe i zgjedhur apo i pa zgjedhur duhet të hiqet në parlament, duhet merret autorizimin në parlament, por imuniteti nuk është pezullimi. S'ka lidhje pezullimi, s'ka lidhje me imunitetin. Ka lidhje thjesht me ushtrimin e funksionit për cilin është emëruar. E kuptoni ju se në çfarë kushte është Shqipëria të një grushti shteti? Tepër të rrezikshëm. Tani, dja i doli dhe u stërbetua për kokën e Lubis. E patju, sa të mallngjyrë që ishin. Njëra ishte e gashpet nga shrehej, nga mallgjimi, tjetri të betohej për kokën e saj. Mashtrimi turpshëm, cinizëm ekstrem. Pse? Pse e them këtë? A i thot se Lubia dha 3 herë dorëheqjen. Aty e zbuloj vetën. Nuk e lejoj. Nuk e lejoj se do e marrë me vete. Kaq. U faktua ajo që kemi thënë. Dhe din që Lubia bëhet pentito. Bëhet pentito. Dhe hajde zëri besa atëherë të penduarës Lubi Balluku, se s'do pendohet Lubia, po ky e njeh mirë Lubin. Ndaj dhe tregon se Gjoja pas ka dhënë dorëheqjen dhe s'ja ka pranuar. Akuzon veten e vet, por në debatin pesor që është zhvilluar në kryeministri, në prani të Uluziut dhe të Engjëlla Gaçit, e vërteta është që ajo ka kundërshtuar me preras dhënien e dorëheqjes. Dhe Edi Rama me këto gënjeshtra ai ka rrezik që i ka firmos vetë ato dorëheqje, vetëm për alibira dhe për mashtrime. Pra ja ku jemi në këto kushte. Ajo dje sulmoi Gjermaninë dhe Danimarkën. Tha, nuk jemi ne të krahasueshëm, nuk jemi kushtese. Sigurisht që Gjermania është një vend 10 herë më i zhvilluar dhe Danimarka po kështu. Por as Gjermania, as Danimarka dhe as një vend tjetër në planet, ministri nuk ka drejt të vjedhë. Dhe nuk ka drejt të mbrohet me ligj nga vjedhjet. Kjo s'ka lidhje. As me nivelit të zhvillimit dhe me asgjë tjetër. Si t'ja bëjmë atëherë? Me qenë se si jemi Gjermani dhe Danimark, ministrat tanë vazhdojnë të vjedhin. Kryeministrit vazhdojnë të vjedhin. Të trupi madh. Të gjitha këto janë dëshmi se Edi Rama po bën gjithçka për të qëndruar në pushtet, për të mbrojtur veten nga krimet monstruoze që ka kryer. Unë garantoj shqiptarëve se ajo që është lakur me qindra herë se ajo është kryetare një organizate kriminale, ajo është 100% e vërtet. Se ministrat e tij janë antar të kësaj organizate, ajo është 100% e vërtet. Se Lubi Balluku
mund të akuzohet si kapo, jo e një grupi apo organizate të strukturuar kriminale, por minimumi të 5 të tilla. Më thoni ju mua, ju e ndoq tunelin e Llogaras. A nuk është kjo me Berberin, me ato të antarët e tjerë të KVO-s e tjerë, a nuk përbëjnë këta një grup të strukturuar kriminal? Në çdo lloj varianti këta janë vetëm grupi strukturuar kriminal. A nuk janë tendrat e Unaz Madhe një grup i strukturuar kriminal? A nuk janë shitblerjet e energjisë një grup i strukturuar kriminal? Pra, po marrë këto, po ka plot të tjera. Gjithçka ka funksionuar mbi bazën e organizatave kriminale. Qytetarë dhe qytetare. Sot më shumë se kur, jeni të thirrur të merrni në dorë fatin tuaj, fatin e vendit tuaj. 20 shkurti është dita e kryengritjes më të madhe paqësore në histori, që e pret çdo shqiptar, por që e presin mbar vendet demokratike të Europës dhe të botës. Faleminderit. Zoti Berisha, duke qenë se cituat që në vitin 2002 gjykata kushtetuese ka rrëzuar një nisëm të ngjashëm të socialistëve për të mbrojtur aso kohë kreun e KLSH-s, nëse socialistët e miratojnë me votat e tyre, do ta çonin në gjykatë kushtetuese nismën për mbrojtjen nga pezullimi? Pyetja e parë. Siç e pat ju, gjykata kushtetuese nuk hodhi poshtë, ose nuk hodhi poshtë, por lanë fuqi vendimin e prokurorisë. Edi Rama përpiqet ta quaj mosvendimate. Gënjeshtër. Përgjersa ligjvendësi ka përcaktuar se për të hedhur poshtë vendimin duhen 5 vota, do të thotë gjykata nuk bëri dot 5 vota. E lanë fuqi. Pra ai është vendim, nuk është miratim, por vendim lënje në fuqi. Nga ligji. E ka lënë ligji. Nuk kemi të bëjmë me mungesë kvorumi. Jo. Kemi të bëjmë me kundërshti të rrep, të prerë, të kërkesës e Edi Ramës nga 4 gjykatës. Tani, a do shkojnë gjykatë kushtetuese apo në kryengritjen paqësore, kjo do diskutohet. Por ne jemi të përkushtuar në organizimin e kryengritjes paqësore të qytetarëve shqiptarë, të cilët ka një shkallë zemrimi të pakufishëm ndaj Edi Ramës. Zoti Berisha, përveç Belinda Ballukut një ditë më parë, Edi Rama doli sërish publikisht në mbrojtje edhe të Mirlinda Karçanajt, duke thënë se ajo do të dale pastër nga drejtësia. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Mbrojti Mirlinda Karçanajt, ish drejtuesen e Akshit. Mbrojti Linda Ramën, shkurt që ta kuptojnë qytetarët përgjigjen time. Edi Rama mbrojti atë që e quajnë gjysmë e tij më e mirë. Se Mirlinda ka zbatuar çdo urdhër, çdo porosi të lindës së Sullenit. Dhe këtë e ka marrë vesh çdo njeri. Po,
E din të gjithë. Ju garantoj se nga viti 2015 deri sot famozin Armand Frangu e kam denoncuar me 10 herë. Ja, ku është lista e pafundme e denuncimeve të tij. Tani, Armand Frangu është bazhanaku i Ramës dhe Kunati i Lindës. Ky ka marrë, prandaj dhe nga ata që e njinin mirë, si Arben Ahmeti që e njifte mirë këtë çështje, e quajti akshin kopshti privat i Edi Ramës. Ky ka marrë me procedura të sekrete, në kundërshtim me ligjin, qindra tendera. Nga mirëlinda që do dalë si kristali. Unë i bëj thirrje Ramës të pranoj krimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, ku të paraqitet dosja në cilën dëshmitë e Geron Meshës fundosin jo vetëm lindjen e Akshit, por dhe lindjen e Surrelit. Të dyja. Dhe tani ç'bën? Tani në parimin që Hajduti nuk ngopet kurrë, kërkon të privatizoj tendrat e Akshit, në mënyrë që të kontrollojë përsëri. Kjo është gjithçka. Prandaj dhe mbrojtja që i bën ai mirëlindës është mbrojtja që i bën lindës së Surrelit dhe është absolutisht dëshmi e implikimit të tij të thellë familjar në aferën e Akshit. Po, është implikim direkt i tij. Dhe këtë e din të gjithë. Mu thash se po më pyesje, e ndigjuat ju shtat dje për helmet? Ka kriminal me gjak ftoftë, ka krim me gjak ftoftë se ky. Transportohen, depozitohen në hapësirë helmet më të rrezikshme për shtetin e njeriut. Dhe një prokuror kërkon analizën e helmeve në institutet më të mira italiane. Dhe ata i sjellin helme të rrezikshmërisë më të lartë. Te prokurori vepron. Dhe ky tani, për të mbrojtur lubin tjetër, që sot e ka quhen arsim, lëshon rrufe, sulme të shplara ndaj një prokurori që mbrojti interesin publik në emër të mbrojtjes së ligjit, të shtetit të qytetarëve për krimin e rënd mjedisor dhe krimet të rënda mjedisore kanë dënimet më të rënda në kodet tona. Ky fillon dhe flet arreste si ftesa dasmash, flet për qartë, duke treguar se proi i tij psiqik e ka rrojitur, po e rrojit përfundimisht në çdo aspekt, flet për qenë, për macet, për prokuror dhe gjykatës që hynë nga dera, dalin nga vrimat e tjerë, pra flet për qartje si një njeri
i pamjekur, si një ismor i pamjekur. I pamjekur, turp i madh. Hajde, për të s'janë gjë helmet, për të nuk janë asgjë. Smundjet e të mërshit që mund të krijojnë derivate e arsenikut, të kobaltit radioaktiv. S'ka në asë rëndësi. Rëndësi kanë xhepat e ministrave të tij që e paguajnë atë. 20 shkurt është përgjigja. Zoti Berisha, Isam Bizura nga Ora News. Ditën e djeshme, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi kishte bërë një editorial për disa media në lidhje me paraburgimin, ku ishte në një linjë me qeverinë, duhet theksuar, që e kanë sulmuar procesin e paraburgimit në Shqipëri. Keni ju një koment në lidhje me këtë? Unë nuk e kam lexuar komentin. Ajo që mund të tham sa është se Shqipëria ka përqindjen e të paraburgosurve 500% më të lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një dhunim i tmerrshëm i lirive dhe drejtave të njeriut. Shkaku më themelor i kësaj përqindje qëndron në mungesën e procesit, në mungesën e vërtet reale të procesit ligjor për qytetarët shqiptar. Po këta piletër që sollën këtë situatë përpiqen ta fshehin me argumentat të tjerë. Para 2 muajve në parlament u raportua nga qeveritarët e drejtësisë se çdo gjykatës ka mesatarisht 1230 vendime të pasbardhura. Vendime të pasbardhura do të thotë tjetri është në qeli, rrin atje, vendimi rrin në sirtar dhe nuk mund të apeloj, nuk mund të shkoj, nuk mund të ndjek procesin. Pse kjo? Sepse çdo gjykatës ka personalisht 1000 vendime të pasbardhura. Kjo është situata më katastrofale. Më katastrofale. Nuk ka kom dhe vend tjetër në botë që të ketë një gjendje të tillë. Ky është shkaku themelor. Ka dhe shkaqe të tjera. Ka shkaqe sigurisht. Sepse dje po lexoja, keni lexuar. Një policburgu kishte marrë i shvet 700 euro për një leje, për të lënë një familjar për të futur tek i burgosurit. Dhe ishte burgos, normal. Duhet të ndëshkohet. Kurse Lubia që ka përvetësuar dhe shpërdoru, ka përvetësuar miliarda euro, falënderohet se po vazhdon detyrën. Imagjinoni ju. Se pranoi refuzim në Rams ndaj dorëheqjeve dhe po vazhdon detyrën. Pra kjo është. Se çfarë ka shkruar Sadushi nuk kam lexuar. Zoti Berisha, ju sfiduat kryeministrin Edi Rama që të pranojnë komisionin hetimor që Geron Meça apo anëtarë të tjerë të dosjes së Akshit të raportojnë dhe të bëni hetimin parlamentar.
A do të kërkoj Partia Demokratike fillimisht një komision hetimor për çështjen e Akshit, për skandalin e Akshit? Pa diskutim, por Partia Demokratike ju e dini që me qëndrime antikushtetuese ata nuk pranojnë asnjë kërkesë të opozitës për komisione hetimore. I ka asgjësuar. Janë asgjësuar. Ne kemi dërguar gjërë tani 7, mos gaboj, dhe që të gjitha hidhen poshtë në mënyrë antikushtetuese. Kjo është e vërteta. Faleminderit.